Efektivet e policisë të sektorit për punë të brendshme në Tetov mbrëm rreth orës 20:40 minuta në rrugën Kiro Ristovski-Dërnc. Në Tetov, pas një urdhër arresti me shkrim dhe me urdhër gjyqësor, kanë arrestuar 51 vjeçarin në Enga Tetova. Ai kërkohej të vuante dënimin me burg prej 3 vjet e 6 muaj për veprën e kryer penale, prodhim të paautorizuar dhe lëshim në qarkullim të drogave narkotike, substancave psikotrope dhe pararendësve, vepër e dënueshme sipas nenit 215 të kodit penal. Menjëherë pas kësaj, personi është dorëzuar në institucionin dëshkues korrektues penal i Drizov në Shkup për vuajtje të dënimit. Dje rreth orës 13:20 minuta, efektivet e policisë të sektorit për punë të brendshme në Tetov kanë ndaluar 23 vjeçaren BJ nga Tetova. Ajo me urdhër arrest qendror dhe me urdhër gjykati ishte shpallur në kërkim për vuajtje të dënimit me burg prej 1 viti e 6 muaj për veprën e kryer penale, vjedhje e dënueshme sipas nenit 235 të kodit penal. Më parë, BJ ishte raportuar nga 30 vjeçaria S nga Tetova se në shtëpinë e tij në këtë rrugë ajo ishte kryer vjedhje dhe kishte konfiskuar disa sende që më vonë u gjetën dhe u kthyen pronarit, ndërsa BJ është dërguar dhe dorëzuar në institucionin dëshkues korrektues penal Burgu i Drizov në Shkup për vuajtjen e dënimit. Zyrtarët policor të Gostivarit dje rreth orës 11 kanë arrestuar 40 vjeçarin e O nga Raveni Gostivarit, i cili më parë ishte raportuar nga 57 vjeçari GJ se në rrugën Major Çede Filipovski në Gostivar e kanë sulmuar fizikisht. Sipas raportit, shkaku i sulmit ishte një keq kuptim në trafik, çështje zhduku pastruar dhe dokumentuar. 66 vjeçari RD nga Nerashti Tetovës dje në orën 17:10 minuta në sektorin për punë të brendshme në Tetov ka raportuar se rreth orës 16:30 para shtëpisë së tij për shkak të keq kuptimeve rreth parkimit të automjeteve të tyre është sulmuar fizikisht nga fqinji i tij SD, çështje është duke u pastruar dhe dokumentuar. 45 vjeçari FA nga Reqica e Madhe e Tetovës dje në orën 13:30 minuta në sektorin për punë të brendshme në Tetov ka raportuar se rreth orës 11:30 minuta pra një shkolle të mesme të Tetovës në të cilën mësonte djali i tij i mitur është sulmuar fizikisht nga personi IA, përndryshe babai një shoku të klasës së tij. Sipas raportit, ai kishte pasur më parë keq kuptime verbale me djalin e sulmuesit dhe i njëjti e kishte kërcënuar atë me një mjet të mpret. Janë ndërmarrë masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit. Dje në ora 15:20 minuta, personi ish 37 vjeç nga Kamjani i Tetovës në sektorin për punë të brendshme në Tetov ka raportuar se rreth orës 14 në rrugën e Ilindenit pra një objekti hotelik në Tetov, ai dhe djali i tij janë sulmuar fizikisht nga 2 persona që u kishin penguar rrugën atyre me makinë. Çështja është duke u pastruar dhe dokumentuar.